Përfshirja e një pikë shtesë në rendin e ditës në mbledhjen e Këshillit Bashkiak vetëm pak përpara nisjes shkaktoi debate mes këshilltarëve, një problem jo i panjohur ky për Këshillin Bashkiak të Durrësit. Mbledhja jashtërrallë e Këshillit u shoqërua me debate dhe replika mes këshilltarëve të maxhorancës dhe opozitës për 3 nga pikat e rendit të ditës. 3 anëtarë të Komisionit të Këshillit Bashkiak u toroqën për të njohur më me detaje me pikën me numër 4, që kishte të bënte me miratimin e vlerës të shpronësimit për pasuritë e paluajtshme që preken nga projekti TID Durrës. Bëhet fjalë për 9 njësi tregtare, të cilave u ndryshon vlera e dëmshpërblimit, krahasuar me vlerën e miratuar pak muaj më parë. Kjo pikë u miratua me 27 vota pro të maxhorancës, ndërsa opozita votoi kundër. Pika tjetër që ngjalli diskutime ishte ajo për miratimin e fondeve të trashëguara nga viti i kaluar. Opozita ngriti pretendimin se këto fonde nuk janë përdorur për t'i ofruar shërbime qytetarëve, ndërsa Bashkia, nëpërmjet nënkryetarit Gentian Kallmi, shpjegoi se paratë do të shkojnë për kontratat që janë në zbatim e sipër. Pika 3 e rendit të ditës lidhe me ndryshimet e disa kompetencave të qendrës Fuqizojmë Komunitetin, e cila tashmë do të marrë 12 milion lekë të reja fonde nga programi social i Bashkisë të Durrës për vitet 2025-2027, që ngjalli po kushtu debate mes anëtarëve të Këshillit. Këshilltarja Elda Arisi tha se propozimi i Bashkisë lë vend për aludime, ndërkohë që ishte drejtoresha Shërbimit Social Mehmet Xhafera që dha shpjegime përkatëse lidhur me pretendimet e opozitës. E vetmja pikë e rendit të ditës që është votuar nga të gjithë këshilltarët ishte ajo që lidhej me fondin e ndihmës ekonomike për muajin qershor.